6 nga 7 antarët e Ligës Arabe e njohën menjëherë APG-n. Vetëm Jordania, që kishte në kontroll Palestinën qendrore dhe lindore, të cilën e aneksoi vitin pasues dhe e riemëroi Bregu Perëndimor, refuzoi ta njihte. Perëndimi më vonë njohu aneksimin jordanes të Bregut Perëndimor, por jo të Jerusalemit lindor. Për shkak të armiqësisë perëndimore ndaj APG-s dhe bashkëpunimit në ndarjen e Palestinës mes Izraelit dhe mbretit Abdullah të Jordanisë për të penguar çdo sovranitet palestines, APG-ja u zbeh dhe u shpërnda në vitin 1953. Në vitin 1988, Këshilli Kombëtar Palestines, Parlamenti Palestines në Mërgim, një organ i Organizatës për Shirimin e Palestinës, shpalli një anshëm pavarësinë në Algjer në mbështetje të Intifadës së parë, 1987-1993, të cilën OÇP-ja në fund e shtypi si çmim për nënshkrimin e marrëveshjes së Oslos në vitin 1993. Ndërsa 10 vende nxituan të njihnin atë shtet pavarur inekzistent. Shtetet e Bashkuara refuzuan në mënyrë kategorike. Në fakt, SHBA-ja ishte pala përgjegjëse për bllokimin e pavarësisë palestineze, më 1947, kur ushtroi presion mbi disa vende për të ndryshuar votën e tyre në minutën e fundit dhe për të mbështetur rezolutën 181 të Asamblesë së Përgjithshme, planin e ndarjes.